Ekipi i Atletikës së Vllaznisë vazhdon të shkruajë historinë në sportin shqiptar. Në kampionatin e 87 kombëtar për të rritur të zhvilluar së fundmi, atletët shkodranë u shpallën kampion të Shqipërisë duke siguruar titullin e 29 në histori dhe të 17-in radhësi, një rekord dominues që pasqyron traditën, talentin dhe përkushtimin që mbart ky ekip. Me 205 pikë të grumbulluara, Vllaznia u konfirmua si skuadra më e fortë në vend, me paraqitjen breztënëse nga atletë të njohur dhe të rinj premtues. Franco Burra shkëlqeu duke vendosur rekord të ri kombëtar në garën 200 metra për 21.03 sekonda, ndërsa u shpall edhe sportisti më i mirë i kampionatit. Performanca e tij vulosi dominimin e Vllaznisë në sprint. Pjesë e rëndësishme e suksesit ishin edhe atletë të tjerë si Leandro Çardaku, Sidrit Kopliku, Muhamet Çangeli, Erisa Rasa, Kolindo Kiri, të cilët kontribuan me rezultate të larta në disiplinat tyre përkatëse. Gjithashtu stafetat 4x100 metër dhe 4x400 metër sollen emocione të mëdha dhe fitore të rëndësishme për ekipin kuqe-blu. Ky sukses u përshëndet edhe nga kryebashkiaku Beci përmes një statusi në Facebook. Titulli në atletik nuk do të ishte i mundur pa përkushtimin e trajnerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj, të cilët kanë ndërtuar një bazë të fortë për arritje të qëndrueshme dhe afatgjata në atletikën shqiptare.